dhe të përjetshme pianon. Mirëpres në studio, Agron Shujakun. Mirë se erdhe! Mirë si e gjeta. Knatësime të rritë studio, Agron, faleminderit për kohën. Hajde të lutem, kjo është vendi për ty. Pas ke ndryshuar lukun. Faleminderit shumë. I priva se me zi po prisja me paët, flasim për të, po para kësaj me shta përmenda, publiku mund tjetë mësuar të shoh edhe me flokët e gjata. A ishte e vështirë me marrë, se e di që kur edhe me vetën, kur kryon një lloj identiteti, pra nga pamja jashtme, vështirë se del nga ajo zonë. Si e përjetove? Po, jo, unë kom qeni përgatitur një kohë të gjatë. Okej, ke përgatit vetën, a? Po mendoj ka që një vjetë që mundona, po thëmë, da ti prej flokët, jo që tash, jo verës, jo tash së është ftoft, jo dimnit së është verës është zetë. Dimnit ftoft edhe bas vitit 3 veç vendosa mbluti djali, s'm ka pa kur me flokët shkujta. Okej. Edhe tha shkojna bashki prejme dhe... Me shnet, që themi ne. Po, me këto e nisa nga ndryshimi, po më dhe dashuri për shkollët, për cilin dua të flasë, po para se të dalë të kjo doktoratura, një grad tjetër akademike që po besoj të ka përmbush, është diçka që e ke dasht me shumë ngulme edhe i ke arrit ato pikat, po themi edhe syllime dhe tua profesionale? Po, besoj që po, ka qenë një sfidë normal. Doktoratura është një përmbushje tjetër, një nivel tjetër akademik. Ka hargju shumë kohë, po kum bo për qef, nuk kum pas në presion me bodë, më thonë, ka qenë si vetëm një qëllim, cilin tash pas punës në universitet, normal që njeri donë gjithëshysh mu zhvillu ende profesionalisht edhe mu përmbush edhe në aspekte tjera të cilat një program me detajum si doktoratura ndihmon që të krijon aftësi të reja edhe të shprehurit edhe të komunikimit, por edhe që librat. Edhe librat. Pra, një titull që jo domosdoshmërisht të bën pianist më të mirë, të bën ndoshta më të mirë nga ana teorike, apo kjo puna e pianos është ndjesi e brendshme, është më tepër emocion? Jo, nuk është ashtu. Do me thonë, puna e pianos është vazhdyzim edhe i pjesës emocionale. Ndihmoj njëra tjetër. Edhe pjesës teknike, sepse pjesa teknike ndihmon këtë pjesën emocionale ose atë talentin, ato që ka e ndinë që me mujtë më shpreh më mirë. E pikërisht kjo dashuri për shkollët, shpesh më pyesin pse dashuri për shkollët, se shkollët janë ushtrime teknike, të cilat janë domosdoshme për një pianist, por në zonësat zakonisht i urejnë. I kom urejtë edhe unë, i kanë urejtë edhe tjertë. Dhe besoj që sot e kësaj dite ka njerë që i urejnë, pritojnë me ushtru shkollët. Pra ata që janë laik të fushës, cilat janë të shkollët? Po janë si kur me thonë një farë fitnesi për gishta, do me thonë janë ushtrime që të cilat realisht sekvencat e shkollëve paraqiten në vepra gjithçysh, andaj një përvetësim i shkollëve shumë i rëndësishëm për një pianist, që pastaj kur i sheh ato në repertuar, shkollët janë sekvenca që përsëritin, do me thonë, ajo çka e dim, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, si, la, sol, fa, mi, dhe, do, janë 24 shkollë, ato paraqiten gjithmonë në repertuar, në format të ndryshme. A bëhen ndonjëherë të bezdisshme për të rinjët këto, pra monotone? Pikërisht janë bezdishme, po unë ju mundu me kriju një set të ushtrime që atë janë ma interesant, ma atraktive edhe e ndihmojnë një nxënës, një student që në mënyrë rekorde shpejt mi përvetësu ato. Qëllimi është për mi përvetësu shkollët, për mi përvetësu shkollët në mënyrë që dora automatikisht me ditë ku ndrohet gishti i tretë, gishti i parë, e jo me mendua vjen tash i tretë, i vjen katërti, po krijohen që ashtu reflekse muskulore automatike. Pra, dashuri për shkolla do shërbej, një nga arsye që do shërbej janë edhe për këto, a? Po. Realisht që se e librin, pjesa e dytë e librit janë komplet ushtrimet, cilat janë shënu në shkollë, mirë po dhe në faqen 70, unë i kom inkorporu edhe... Ja, ku i kemi ushtrimet. Po, ushtrimet.
aty fillojnë shpjegimet e shkallëve. Modeli tradicional thot i gishtrimit të shkallës cedur, të ashtu quajtur atë shkallë të lehta. Okej. Po. Okej, ja dhe Arbi në ndihmoj me tingullin. Okej, në fillim, ajo që po më bëm përshtypje, pra gjithë shka është e përshkruar nga pozicionimi trupit, vendosja gishtrinjeve, të cilat për dikë mund të duken jo edhe fort që qojnë pesh, por në fakt ka shumë dalim, Po, në qëse piano përdorët kështu pak, ose për një kohë të shkurt, ose si hobi pa kërkesa teknike, nuk qojnë edhe atë shumë pesh. A ullësh për shamo si kur tash jem ullë ma naltë, ma poshtë. Mirë po, për atë që rinë ma shumë, që më pesh për shkak se zhvendosët boshti i ullës, zhvendosët, shtrëngohën muskujt. Më thonë, unë jem mundu me përfshi kapituj në liber, kapituj cilët së pari e shpjegojnë se cilin element të aparatit pianistik, do në thonë krahu, bryli, para krahu, njëja. Muskujve të shuplakës. I kom shpjegu, jë mundu me shpjegu funksionin e se cilës, si ato e ndërlidhe njona me tjetërën, jë mundu me shpjegu pozicionet e mira edhe ato të shregullta që ka ndodhë kur ullësh jo në mënyrë optimale. Kapitullin e 4 jë mundu me shpjegu rrethet e kyqit, ajo lëvizja elegante që në shumë të pianistat që dora... Shumë e bukur ajo, më pëlqen shumë kur e bëjnë. Po, ajo është një lëvizje natyrore cilën dorën e majtë është, dorën e djathtë është kunder akripatorës, në dorën e majtë është drejt akripatorës, lëvizje edhe relaksuse për dorën, edhe mbështetse për gishta, dhe me thonë këtu, gjitha janë shpjegu ashtu që me pas parasysh kur i ushtrojmë këto ushtrime, mos me ushtru prap gabimisht, po me inkorporu këshillat e kapitëve para prak në këto. Dhe me thonë, ky libër është gjysëm teorik, gjysëm teknik, dhe gjysa është ushtrime. Edhe ushtrimet janë të frymzuara për disa metoda, po disa ushtrime janë të dizajnuar për kresh kështot që s'ekzistojnë kërko në libra. Okej, Agron, unë po marguzimin të them që një jetë të tërë i ke kushtu pianos dhe me siguri orë të tëra dhe të mund të kenë qenë të përkushtimit të ndaj pianos. Me gjithë këtë përvojë të ndën dhe punën të ndë, a ke ndonjë vepër shqiptare që të emocionon më shumë të kur e luan në piano? Pyetje interesant. Është varësisht zakonisht kur e lujna i vepër, jo vetëm shqiptare, nuk ka na i vepër specifike e cila e du ma shumë se tjera, po për shembull qose ushtrej disa ditë një vepër, ajo me të ngry dhe më duket që është ma e mira që mas shumë t'i e du, po vjen vepra tjetër ndran. Për shembull nesër e kemi një koncert edhe kemi punu një vepër vetë kem betë, edhe tash më ka metë obsesion që 3-4 ditë po më sillet në krye, po më ne që është mas shumë ti që e du, që kom e lujt nesër me bashkë në një këngëtare. Pra është kryesisht çështje fazash, varësisht se ku ndodhesh me angazhim. Nuk ka ndonjëherë valsi i dashurisë, është vepër që më pëlqen shumë. Edhe kemi mjaftuar shumë të bukura, kështu që nuk është problem, nuk është problem. Po s'muj me veçu njënën për i tjetërë, se shumë varet për momentit kohës, nëherë më pëlqen shumë një vepër, nëherë një vepër tjetër. Të me thonë, nuk kom në i dashurit veçan, vetëm për një, ose vetëm që kjo është ma e mira. Shpeshëm do këtë që kjo ma e mira, po ma një vjen tjetra dhe e ndroj mendimin. Kjo është gjë e mirë, kur kemi kaq shumë, dhe jo vetë shqiptare, por edhe të tjera. Agron, të uroj shumë sukseset, falenderit shumë që mirë dhe sot për danë më tepër detaje për dashuri për shkallët, të përgëzaj për punën. Uroj shumë që në një herë tjetër në studio të kemi mundësi të dëgjojmë edhe duke lujt një vepër, pse jo. Po, natyrisht. Cilën do, që të mos jetë shumë e vështirë për përzgjedhje, sikur